E këtij pseudo gazetari I foli sot kur filloi të na bënte biografin dhe se si kishte filluar linçimi atij nga zoti Sali Berisha në 93-shin president I Shqipërisë dhe duke treguar qartësisht përpara trupit gjykues se e gjithë kjo që ai po bën ndaj Belin Këlliçit, ndaj Amar Maltezit, ndaj zotit Berisha, është një mllef I akumuluar ndër vite për shkak dhe të paaftësisë tij për të bërë një gazetari të pastër, siç e kërkojnë edhe aktet ligjore në fuqi, por ka zgjedhur të shërbejë pushtetit duke grabitur pronën, duke falsifikuar dokumentat zyrtar në lidhje me këtë grabitje prone dhe pretendimi që ne ngritëm përpara gjykatës është se si mund të quhet shpifje kur provon përpara organit të akuzës falsifikimi I dokumentave zyrtar për vjedhjen e një prone, se si mund quhet shpifje kur vërtetohet përpara organit të akuzës se si është grabitur kjo pronë dhe pyetja e tretë që është shumë e rëndësishme në këtë proces, se si mund quhet shpifje kur ne kemi provuar përpara organit të akuzës se kjo media paguhet nga inceneratorët inekzistent të Tiranës, që dihet lidhjet me kë dhe ku I ka, nga ish kryetari I Bashkisë Veliaj deri ke kryetari efektiv sot I Bashkisë Edi Rama dhe për cilën ne provojmë me dokumenta të plota, me dokumenta të bazuara dhe në të gjitha indicjet se nga buron ky mllef I këtij pseudo gazetari I cili nuk ka në plan që të pasqyroj të vërtetat dhe realitetin, por paguhet për të dëmtuar opozitën shqiptare dhe rrjedhimisht ju e dini shumë mirë, një media që punon kundra opozitës së një vendi është një media e kriminalizuar, është një media e cila duhet të mbajë përgjegjësi ligjore dhe ne do ta çojmë deri në fund atë përgjegjësinë ligjore penale që duhet mbajë